Shkëndija vazhdon rrugtimin e sukseseve në kampionat duke marrë fitoren e 4 radhazi, pas imposhti Struga Trimlum me rezultat 2-1 në kuadër të Xhiros së 4. Autor të golave për Kuqezint ishin Nxengue në minutën 29, ndërsa mysafirët barazuan përkohësisht me Maleskin nga penalltia në minutën e 59, kurse fitoren dhe 3 pikët e reja Shkëndijës i siguroi kapiteni Besart Ibrahimi, por nga pika e bardhë në minutën e 86. Me 12 pikë të plota nga 4 ndeshje, Shkëndija kryeson e vetë me tabelën e kampionatit dhe pas përfundimit të takimit trajneri Pollozhani tha se është i kënaqur me rezultatin, por nga cilësia që ka ky ekip pret shumë më tepër. Duke pas parasysh, domethënë se çfarë mund të bëjnë këto lojtarë që ne kemi në ekip, mendoj që mundet akoma më shumë. Tani përsa i përket rezultatit, unë jam dakord me ty që kemi 4-4, por që ke interpretimi nuk më pëlqeu ai fillimi i pjesës dytë, me thonë drejtën, sepse u futëm me një panik që nuk e kuptova pse, që nuk është stili jon ose loja jon ajo që dum, por që ndonjëherë ekipet e mëdha edhe në vështirësi marrin rezultat pozitiv. Është ai mentaliteti i fituesit që unë përmend disa herë edhe tek çunat edhe këtu, që ekziston këto lojtarë dhe normalisht që i lumtur për rezultatin, patjetër që kemi punë për të bërë, patjetër që ka pas mungesa, por që unë duhet t'i falenderoj këto çuna që dhanë sot maksimumi, sepse nuk është e lehtë. Struga është një ekip që e kemi konkurrencë, Struga është një ekip që ka lojtarë cilësor brenda në ekip, kështu që u bë e vështirë pak, por hiç ato 20 minuta të pjesës fillimin e pjesës dytë, në përgjithësi si manovër, si interpretim, jam i kënaqur. Pas 2 humbjeve radhazi, kampioni në fuqi Vardari dje me rezultatin e thellë 4-1 mundi Sileksin e Kratovës. Autor të golave për Vardarin ishin Danev, Manevski, Pires dhe Spahiu, ndërsa golin e vetëm për Sileksin e realizoi Angeleski. Pas kompletimit të javës së 4 të sezonit vjeshtor, tabelën kryeson Shkëndija me 12 pikë e ndjekur nga Tikfeshi, Sileksi dhe Struga Trimlum me nga 7 pikë.